Presidenti i klubit futbollit Vllaznia Alban Xhaferi i pranishëm gjatë gjithë ditëve të këtij kampionati botror. Ju përgëzuan edhe drejtuesit e IPE-s. Është një aktivitet shumë i veçantë dhe unë duhet falenderoj në mënyrë të veçantë Ardian Zaganjurin, i cili ka qenë një iniciator i kësaj pune. Ka gati rreth 3 muaj që më ka thonë herë i pari më duket se kam qenë në mënyrë ekskluzive. Tha si duket se jemi afër një eventi shumë madhështor dhe bëha qefi që realizojmë shumë sukses, edhe duhet i uroj shumë suksese IPA-s. Unë po flas si antar i IPA-s faktikisht. Me në krye zotin Skënder Doda që e kena këtu dhe ka qenë një... Ja ta kanë se... Të rikë që vetë Ardiani Rimapa. Po atjede. Punore, nuk bërë lafesion. Por Ardiani është një djali i heshtën që i flet puna. Zoti Xhaferi, largohen policët nga fusha stadiumit Doro Borisov dhe do të rikthehet Vllaznia. Diçka për Vllazninë e këtij sezoni do ta realizohet se premtoj edhe propozoj edhe unë erdha mi konfirmu kërkesën zotin Zaganjori. Shpresojmë ta realizojmë në avillin. Shumë faleminderit për ju.